14 qershor, ju përshëndes ngriuni, luftoni për vendin tuaj, moto e Bill O'Reillyt madh për e fokusit jetë vogël. Bill O'Reilly javën tjetër në emisionin e tij pa diskutim do merret me dasmën mondane të një nga figurave më të përshtatshme, më djallëzore, Alex Soros. Mbreti lakuriq i Ballkanit Rama më në fund ka pranuar se do të jetë te kjo dasmë mondane. Ka disa ditë që vazhdon pushimet në plazhet luksoze të Hamptons afër vilës luksoze të George Soros. Rama do të ketë mundësinë më në fund të bëjë një fotografi pa shkelur ligjin federal amerikan me ish presidentin Obama dhe pa paguar $80,000. A do të pranoj Obama të fotografohet me kryeministrin shqiptar? Do të jetë çifti Obama, do të jetë çifti Clinton dhe janë të gjithë përfaqësuesit e të majtës radikale. Janë dhe disa kryeministra nga Europa, thuhet nga New York Post. Ndërkohë që Trump dihet që ka udhëzuar FBI-n për të bërë hetime, sepse Alex Soros është financuesi kryesor i djegjeve, vjedhjeve që po kryen në Los Angeles dhe në vende të tjera. Janë me miliarda dollar të hedhura nga Soros kundër shoqërisë amerikane, kundër ideve për të mbrojtur kombin, traditat e mëdha, dhe thuajse ka pushtuar Europën, dhe në qoftë se ka një shtet tipik ku Sorosi ka kontrollon çdo gjë, është Shqipëria. Fillimisht besuam se ai mund të vinte tek parada e 14 qershorit, do të jetë sot kur është zoti Trump. Kujtuam se mund të takonte Kushnerin, përsëri do të jetë në Manhattan, përsëri mund të ketë takime dyshimta, por nga informacionet që kam në Washington, nuk ka takime zyrtare. Një kryeministër që vjen qoftë edhe privatisht, duhet të ketë kontakte zyrtare me administratën amerikane. Me këtë gjest, duke shkuar në këtë dasëm, tregon arrogancën e tij, tregon se nuk don t'ja di dhe sfidon njeriu më të përshtatshëm të botës. Gjë që nuk e bëri dot as Elon Musk. Ndërkohë, bota ka problemet e saj, ç'po ngjet me Izraelin, me Iranin. Ka filluar në gushtin e 3 gusht 2016 kur një avion privat nga administrata e Obamës është ulur në Iran. Udhimi i këtij avionit ishte sekret sepse kishte $400 milion cash. Ishin në fakt dollar, euro dhe franga zviceriane. Ishte një lloj blerje për të nxjerrë pengjet amerikane nga mollahët e Iranit. Ata u liruan mbas kësaj. Menjëherë mbas kësaj erdhi $1.7 miliard që Amerika ja dha Iranin me shpresa që ata do të bindeshin te ligji ndërkombëtar. Por kjo në fakt nxiti atë që do të quhet Ring of Fire nga mollahët e Iranit, sepse ishin shumë para në dispozicionin e tyre. Dhe tregoi edhe njerëz se sa naiv ishin njerëzit e Obamës, administratës. Presidenti Trump po bën gjën e dur. Filloi në vitin 2018, natyrisht i nxitur nga John Bolton, për të ndaluar Iranin, duke i vënë sanksione të mëdha, duke prishur marrëveshjen me Obama, që Irani të mos të mbështeste më terrorizmin. Zgjedhja e presidentit Biden ishte një shkatërrim i madh. Menjëherë administrata e Bidenit i liroi sanksionet, duke mos marrë asgjë mbrapsht nga Irani me këto heqje sanksionesh. Dhe ndërkohë menjëherë Irani filloi që të eksportonte 400.000 fuqi nafte në ditë pas heqjes sanksioneve. Në vitin 2023 arritën që të kishnin 3 milion fuqi nafte në ditë.
Pra po funksionon të heqja sanksioneve. Kështu që ata kishin aq shumë dollar në dispozicion që të vazhdonin pasurimin e uraniumit dhe ishin shumë afër ndërtimit bombës bërthamore. Bideni ndë një vështroi, nuk i pengoi. Por do të ishte ndryshe me zotin Trump, i cili tentoi u orvat për bisedime, kërkoi që të tërhiqte mullahët, por siç e kemi thënë dhe në fokus, Netanyahu do të reagonte përpara tij. Dhe ashtu ndodhi, po është e frikshme që ka ndodhur 200 avion ajër, Irani nuk funksionon kërka si shtet, nuk pati asnjë sulm kundër error dhe Mossad, inteligjenca izraelite, kishte deportuar thellë dhe duket sikur ka një paralele me sulmin e dronëve të Zelenskit në Rusi, mënyra se si u ekzekutua. Është kundërpërgjigjur Irani, por jo me efektivitet. Ajo që thonë analistët këtu është se orvatja për marrëveshje midis Kinës dhe Trump mbas kësaj bie. Shpresa është që vendet arabe të jenë nga krau Izraelit, sepse janë të xhelozuar dhe kundërshtojnë Iranin, sidomos Arabia Saudite. Ndërkohë kjo jep Putinit një hapësirë më të madhe, sepse vëmendja spostohet nga Ukraina, nga Gaza, shkon te ky konflikt i madh që nuk dihet se çfarë trazirash ekonomike, politike, strukturore, geopolitike do të sjellë. A jep mundësi Kinës të ekzekutoj planet e vjetra për Tajvanin? Kinezët janë më të zgjuar. Do të donin ta bënin përmes zgjedhjeve. Trump është në një unaz probleme shumë të mëdha. Për herë e parë që do ketë një krizë ndërkombëtare reale. I mungojnë këshilltarët si Bolton, Pompeo, Mattis dhe të gjithë sekretarët e departamenteve, me dëgjesat që kemi parë në Senat dhe Kongres, lënë shije arrogante, tregojnë me forcë mos përvojën, nivelin intelektual jo të lartë, dhe që çuditërisht janë kthyer vetëm në duart rokitës, mbështetur pa argumenta dhe kanë kujdes kur flasin përpara senatorëve dhe kongresmenëve se mos mërzitet doni. Trump e kam thënë, me imigracionin është i suksesshëm. Ajo që po ngjet në Los Angeles, të financuar nga fytyra më e përshtirë fondacioni Soros me miliona dollar. Soros i ka hedhur miliona dollar dhe në Texas, kërkon ta kthej shtet blu. Janë protestat, 1500 protesta sot. 80% e tyre financohen nga Soros, janë grupe profesional protestuesh, agitator cilësohen. Nxjerrja e gardës ushtarake tregoi forcë. Mbase ishte provokim, por Trump nuk tërhiqet. Një gjykatë federale ka thënë që garda kombëtare të kthehet në urdhrat e guvernatorit të Kalifornisë, u duk si sukses i madh, por një gjykatë apeli e ka kthyer përsëri është shefi i gardës kombëtare për momentin për çastin është presidenti Trump. Do të ketë një hearing, do të ketë një dëgjes. Menjëherë Departamenti Amerikan i Shtetit ka krijuar largësi nga veprimet e Netanyahut, por në media të ndryshme thuhet që avionët ushtarak të Izraelit, kanë qenë 200 avion, janë furnizuar në ajër nga avion amerikan. Këto janë rumors. Qendrimi zyrtar amerikan, ne nuk ishim ndjeni, ne nuk e kemi mbështetur, por nga trysnia e madhe do të mbështesin Izraelin në çdo rast sulmi. AIPEC-u i lobit hebre shumë i fortë. Kontrollon si republikanët, si demokratët. Miliona dollar dhe ndikim shumë të madh në sferat, në korridoret e pushtetit.
Natyrisht që Irani është një shtet diktatorial dhe populli iranian vuan shumë dhe është orvatur disa herë të përmbys, por nuk mundet. Por nga ana tjetër Izraeli, me krimet e mëdha, me më shumë se 55.000 vrarë në Gaza, nuk ka asnjë simpati thuajse nga asnjë shtet në botë. Amerika e mbështet. Ajo që ndodhi nga Hamas ishte e tmerrshme, por nuk mund të yllësh syt përpara vrasjeve të fëmijëve nëpër spitale, por këto quhen si dëme kolaterale. Natyrisht që sa herë që ka kriza të mëdha, bie interesi për vende të vogla si Ballkani. Ajo që më ka shqetësuar për Ballkanin është që nga disa analistë që rrjedhin Ballkani duhet armatoset me armë kundër raketave. Shqipëria dihet që me armatime është thuajse zero. Kemi ndënjur me idenë që na mbron NATO. Natyrisht një vend i NATO-s nuk mund të sulmohet nga një vend që nuk është i NATO-s, sepse dihet forca. Trump edhe në takimin e Hagës ka dhënë urdhër që të mos përmendet artikulli 5. Artikulli 5 është që një sulm ndaj një vendi të NATO-s konsiderohet sulm ndaj gjithë aleancës. Artikulli 5 është zbatuar vetëm një herë mbas çmimit të shtatorit. Kosova nuk është në NATO, por Kosova ka bazë amerikane. Pra janë probleme që në situatën gjeopolitike krijojnë shqetësime. Unë flas për kombin tonë. I zgjuar Kurti me lëvizjen me pranimin e 50 emigrantët pa ligjshëm amerikan çdo muaj me 600 vit. Departamenti e falenderoi. Asgjë ndaj Ramës. Edhe pse sekretari Rubio e kam nga Departamenti i Shtetit informacionin, ju ka kërkuar të gjithë liderëve kudo të ndihmojnë Amerikën duke marrë emigrant pa ligjshëm. Rama për pushtetin do të bënte çdo gjë. Po arroganca, mendimallësia mund ta dëmtojë. Uroj që vizita e tij, edhe pse private, të jetë serioze. Jo si herën e fundit kur zhvilloi aktivitet partijak në Manhattan, rreth $200.000 sa ishte fatura, por dhe që fatkeqësisht shkoi në urgjencë në një nga spitalet në Bronx me problemet e tij shëndetësore. Rama është autokrat. Departamenti i ri Amerikan i Shtetit ka thënë që do të mbështes platformat për grupet nacionaliste, Amerika e para, dhe nuk do të mbështes më platformat e majta radikale, nga cilet ka përfituar Rama, me miliardat e dollarëve nga USAID të përfituar nga Soros, me ndërtimin e sistemit drejtësisë, e përmendur kjo në hearing Kongres, kur bën shkurdimet USAID, u soll shembull shqiptar, duhet një përpjekje titanike për të çbërë një të keqe të madhe nga Soros, nga rrënjët e tij, të përfaqësuar nga ai që lasi vita menaxheri i Trumpit me drejtë i quajti klyshi Sorosit. Shqiptarët duhet zgjohen. Ngriuni, luftoni për kombin tuaj, siç thot Bill O'Reilly i madh. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.